الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد falëndrimi dhe lavdratat i takojnë Allahu xhalla xhelaluhu i cili ka begatuar me të mira të shumta salatet selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Që cekëm edhe ligjëratën e fundit se prej sot do të fillojmë shpjegimin për disa përsëritjen për disa të tjerë të librit Kitabu Tauhid të hoxhës Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Rëndësia e këtij libri është shumë e madhe. Është deri në atë gradë saqë ka prej ulemave, prej dietarëve të muslimanëve që vazhdimisht pa ndërprerje e shpjegojnë këtë libër. Do më thonë, fillojnë me kopertinën dhe mbarojnë me kopertinën, tamam kur e mbarojnë, fillojnë për së dyti edhe kështu me radhë. Pse? Për shkak tematikave që i sjellon ky libër. Janë tema jo shumë të gjata, janë kaptina që pothuajse në përditshmëri njeriu ballafaqohet me këto tematika. Dhe për këtë çështje duhet besimtari në vazhdueshmëri ta lexon librin Kitabu Tauhid dhe libra të tjera që kanë të bëjnë me besimin, me akiden e ehli sunnetit dhe xhamatit. Thotë një dietar i bashkohor, thotë mund të them inshallah se ai njeri i cili e mëson si duhet librin Kitabu Tauhid dhe mëson si duhet librin Aqida al-Wasitiyya. Libri Kitabu Tauhid është ky libër që kena me fol javët në vazhdim, dhe libri Al-Aqida al-Wasitiyya është libër i Sheikhul Islam Ibn Taymiyes, Allahu mëshiroft. Thot mund të them se inshallah ai i cili i mëson dhe vepron me atë çka është në këto dy libra e takon Allahun duke qenë Allahu i kënaqur me ta. Pse këto dy libra? Dikush ka më thonë, ju po mjaftoni me librat e dietarëve e keni lënë anësh librin e Allahut subhanahu wa taala. Këto dy libra, për shkak se pothuajse në këto dy libra nuk ka kurrë tjetër jashtë se ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është veçoria shumë e madhe të këtyre librave. E ky libër Kitabu Tauhid esencialisht temat në përgjithësi i ka rreth tauhidit uluhie. Kurse libri Kitab al-Aqida al-Wasitiyya flet për tematikat e emrave të cilësive të Allahut subhanahu wa taala, që kur të bëhen bashk, inshallah, me mësimin e këtyre librave e mëson akiden, besimin e ehli sunnetit, besimin e Allahut subhanahu wa taala si duhet, dhe të kanë Allahun duke qenë Allahu i kënaqur me ta. Fillimi i librit Kitabu Tauhid. Kështu e fillon kaptina dhe ka polemik mes dietarëve, a është kjo kaptin në vete apo nuk është kaptin në vete, a është Kitabu Tauhid, a është titulli i kaptinës apo jo. Libri i Tauhidit. Çfarë do të thonë fjala Tauhid? Sa është e rëndësishme Tauhidi në jetën e besimtarit? Fjala Tauhid, fjala Kitab, në fillimisht, Kitab do të thonë diçka e shënuar, al-maktub, apo grumbullimi i diçkajit. Në këtë libër janë grumbullu disa prej çështjeve të fesë së Allahut subhanahu wa taala.
Fjala tauhid në aspektin gjuhësor rrjedh prej foljes wahada yuwahidu tauhidan, që do të thonë me e bë diçka një, me e konsideru, me e bashku dhe me e bë diçka një. Kurse në aspektin shariatik, terminologjik, fjala tauhid do të thonë ifradullahi ta'ala bima yahtassu bihi min ar-rububiyyati wal-uluhiyyati wal-asma'i was-sifati. Do të thonë njësimi i Allahut, me e konsideru një Allahun e lartë madhëruar me ato të cilat janë specifike vetëm për Allahun në rububie, do të flasim vazhdim çka është rububie, në uluhie, do të flasim vazhdim çka është uluhie, edhe në kaptinën e emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala do të flasim në vazhdim se çka është për qëllim me emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Pra tauhidi ndahet në 3 kategori. Edhe një herë, tauhidi është njësimi i Allahut në gjërat që janë specifike vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Gjithçka që ka të bëjë vetëm me Allahun, qoftë ajo në qenjen e tij, në veprat e tij subhanahu wa taala, qoftë ajo në veprat tona karshi Allahut, qoftë ajo në tematikën e emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Tauhidi ndahet në 3 kategori. Tauhidi rububia, tauhidi uluhia dhe tauhidi i emrave esma wa sifat. Dhe këto 3 lloje të tauhideve Allahu xhalla xjalaluhu i ka përmend në një ajet kuranor në surën Maryam në ajeti 65. Thot Allahu: Rabbus samawati wal ardi wama baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Thot Allahu, irhamukallah. Thot Allahu, Zoti i qiejve dhe i tokës, dhe asaj që është në mes qiejve dhe të tokës. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Adhuroje atë dhe bën durim në adhurimin e tij. Hal ta'lamu lahu samia, a mos din, a mos ka ndonjë i ngjajshëm me Allahun subhanahu wa taala. Pjesa e parë e ajetit Zot i qiejve dhe i tokës është tauhidi rububie, se Allahu është krijuesi dhe planifikuesi dhe udhëheqësi i qiejve dhe i tokës. Kjo është tauhidi rububie, që ka marrë vazhdim. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Vetëm atë adhuroje Allahun dhe bën durim në adhurimin e Allahut. Kjo është tauhidi uluhie, pra tauhidi njësimi i Allahut me veprat tona. Hal ta'lamu lahu samia, këtu flet për cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. A mos vallti dikan, a mos vallti din dikan i cili është i ngjajshëm dhe i barabartë me Allahun subhanahu wa taala. Domethënë është pyetje retorike që në pyetje nënkuptohet mohimi se nuk ka dikush që është i ngjajshëm dhe i barabartë me Allahun subhanahu wa taala, e kjo ka të bëjë në kaptinën e emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Çka është tauhidi rububie? Tauhidi rububie është njësimi i Allahut, njësimi i Allahut me atë që është specifike vetëm për Allahun prej veprave të Allahut, në qenjen e Allahut, në ekzistimin e Allahut dhe në veprat e Allahut subhanahu wa taala. Ajo është krijimi, është sundimi, është planifikimi, është dhënia e jetës, është marrja e jetës dhe kështu me radhë prej veprave që i bën Allahu subhanahu wa taala. Dhe na me këto vepra duhet me njësu Allahun subhanahu wa taala. Këto lloj të veprave nuk duhet t'ja përkatësojmë dikujt tjetër posa Allahu subhanahu wa taala, po duhet besojmë se këto janë vepra specifike vetëm për Allahun subhanahu wa taala dhe nuk ka dikush që është i barabartë apo i ngjajshëm me Allahun në këto vepra. Fa ifraduhu bil khalq, me e njësu Allahun në krijim. Pra me besu se Allahu është krijuesi dhe nuk ka krijues tjetër pas Allahut. Tha Allahu në Kur'an:
Ala lahu al-khalqu wal-amr. Më të vërtet ati i takon krijimi dhe ati i takon urdhëri, vendimi. Çish vendos Allahu dhe çka krijon Allahu subhanahu wa taala. Pra njeriu obligohet që ta beson se krijimi është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Se udhëheqësia apo urdhëri apo çështja e halalit dhe haramit është e drejtë specifike vetëm në Allahut subhanahu wa taala. Kto Allahu thot, me të vërtetë krijimi edhe urdhëri. Urdhrat e Kur'anit, ato janë halali dhe harami, janë e drejtë specifike vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Në moment që njeriu beson se ka krijues tjetër pas Allahut, i ka bërë shirk Allahut, Allahu na ruaj. Në moment që njeriu beson se ka të drejtë e halalit dhe haramit dikush tjetër pas Allahut, i ka bërë shirk Allahut, Allahu na ruaj. Amma ma warada min ithbati khaliqi ghayrillah. Po çfarë themi për atë i cili ja përkatson apo thua që ka një krijues tjetër edhe pas Allahut subhanahu wa taala. Tha Allah në Kur'an: "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." I lartëmadhruar qoftë Allahu krijuesi më i mirë. A pas ka krijues tjetër pas Allahut subhanahu wa taala? Në çfarë kuptimi na duhet ta besojmë se nuk ka krijues tjetër pas Allahut subhanahu wa taala? Në kuptimin se Allahu xhelle xhelaluhu krijon diçka prej mos ekzistimit fare. Krijon pa plan paraprak. Kurse njeriu Allahu subhanahu wa taala ja ka përkatësuar njeriu të krijimin, po krijimi që përkatësohet te krijesa është i mangët, është i kufizuar. Edhe ajo në realitet nuk është krijim, por është shëndrim prej diçka tjetër. Është shëndrim prej diçka tjetër. E merr njeriu një dru, edhe për të qenë dru e ban statuja, po. Ose e merr njeriu diçka prej mjeteve të kësaj dunjaje dhe krijon diçka. Po në fakt se ka krijuar, po e ka shëndru prej, për shembull, prej në zallë dhe në cimento, e ka bën një stup, e ka bën një ndërtesë, ka krijuar një ndërtesë. Por kjo nuk është ndërtim në realitet. Kjo është shëndrim prej zallit në ndërtesë, ose prej lapsit shkruan diçka, ose prej punimit të diçka ti mbledh dhe e bën libër. Kjo ka krijuar njeriu çta. Po kjo është shëndrim prej diçka tjetër. Kurse Allahu xhelle xhelaluhu është krijuesi pa plan paraprak. S'ka bahu. E ka krijuar Ademin alayhis salam, ka krijuar gjin, ka krijuar njerëz, ka krijuar qiellin, tokën, edhe kështu me radhë, Allahu subhanahu wa taala. Njësimi i Allahut në sundet. Me besu se sundimi suprem i takon vetëm Allahu xhelle xhelaluhu. Tha Allahu në Kur'an: "Walillahi mulku s-samawati wal ard." Te Allahut është sundimi i qiejve dhe i tokës. Dhe tha Allahu: "Qul man bi yadihi malakutu kulli shay." Thuaj, në dorën e kujna është pushteti suprem i gjithçka? Është Allahu subhanahu wa taala. Po njeriu a ka pushtet? Po njeriu a ka sundim? Thonë dietar. E sa i përket përkatësimit të sundimit, tek njeriu, sundimi i njeriu është i kufizuar. Dhe nuk është i njëjtë me sundimin e Allahu xhelle xhelaluhu. Për shkak se nëse njeriu ka diçka sundim dorën e tij, sundimi është i kufizuar në atë pikë se ai ka sundim vetëm në atë që Allahu ja ka leju me pas sundim. Në atë që Allahu ja ka leju me pas sundim. Përndryshe, sundimi total i takon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Tha Allahu në Kur'an: "Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir." I lartëmadhruar është ai në dorën e të cilit është pushteti suprem, dhe ai është i plotfuqishëm të realizon çka do. Dhe kjo fundi i ajetit ta jep ty me kuptuar fillimin e ajetit, se Allahu është i plotfuqishëm të vepron, të realizon çka doje. Do me thonë, Allahu është sunduesi suprem. E në qofë se na kemi diçka në sundimin ton, ajo është për shkak lejesës që na ka leju neve Allahu subhanahu wa taala në suaza
të asoj që na ka leju vetëm Allahu xhelle xhelalu. Çka tha Allah? Biyadihi al-mulk, në dorë të cilët është sundimi. Në surën Fatiha çka thot Allah? Maliki yawmiddin, dhe në leximin e Warshit thot Maliki yawmiddin. Malik edhe Malik. Malik është posedues diçka. I thuhet edhe mbretit Malik, i thotë edhe dikujt që posedon diçka. Edhe Malik i thonë mbretit. E Allahu është edhe Malik edhe Malik. Allahu është edhe poseduesi i gjithçkajt, Allahu është edhe mbreti, sunduesi i gjithçkajt. Dhe kjo cilësi është vetëm për Allahun xhela xhelalu. Njeriu ka mundësi me qenë pushtetar, mirë po nuk është sundues i kësaj gote, as nuk është sundues i këtij slografi. Dhe unë kam mundësi me qenë sundues i këtij slografi, mirë po nuk jam pushtetar, po. Nuk jam pushtetar. Dhe njeriu mund me qenë poseduesi i diçkajt që është në dorën e tij, por nuk është poseduesi i diçkajt që është në dorën e dikujt tjetër. E Allahu xhela xhelaluhu është poseduesi i gjithçkajt që ekziston në qiell dhe në tokë, dhe Allahu është sunduesi suprem i gjithçkajt asaj që është në qiell dhe në tokë. Po atë që njerëzit të udhëheqin në këtë dunjë është se Allahu ka leju më udhëheq sprov prej anës së Allahut subhanahu wa taala, dhe udhëheqësia e tyre, sundimi i tyre është i kufizuar. Për shembull, në sundimin tonë apo e kemi pasurinë tonë. Sa do qoftë ajo, e madhe apo e vogël. A është në sundimin tonë pasuria? Rrogun kur e merr në fund të muajit, a është sundimin tan? Në xhepin tan është. A ki drejt ti me djeg çat parë që e ke? Me marr dhe me djeg apo laçëm jam. S'lejo, të është ndaluar. Ajo jote, ama ti ki pushtet dhe sundim të kufizuar te parja jote, tek shtëpia jote, tek pasuria jote, edhe kështu me radhë. E kufizuar është. Çka dora është e jote. E jote është, në sundimin tanë është. Mirë po, veprimi me këtë dorë e kitë kufizume. Ta ka kufizu Allah subhanahu wa taala dhe nuk lejohet ti me shfrytzu çish dush ti dorën, edhe kështu. Pse na i kalojmë kufit e kjo sprov për sallallahu alaihi, kjo është diçka tjetër. Njësimi i Allahut në planifikim. Po Allahu xhela xhelalu është planifikuesi edhe organizuesi i qiejve dhe i tokës. Dhe në moment që njeriu këtë cilësi ja përkatson dikujt tjetër pas Allahut, i ka bërë shirk Allahut subhanahu wa taala. E njeriu a ka planifikim? A është njeriu planifikuesi i diçkajt? Planifikimi i njeriu është njëjtë sikur krijimi i njeriu, është njëjtë sikur sundimi i njeriu me shembull që i ceka. Është i kufizuar në atë që Allahu na ka lejuar neve me pas planifikim. Tha Allahu xhela xhelaluhu: "Kul man yarzuqukum minas samai wal ardi am man yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun fadhalikum Allahu rabbukum al-haqq famadha ba'da al-haqq illa ad-dalal fa anna tusrafun." Tha Allahu subhanahu wa ta'ala: "Thuaj kush ju furnizon juve prej qiejve dhe prej tokës, kush e ka në sundimin e tij dëgjimin dhe shikimin, kush e nxjerr të vdekurin prej të gjallit dhe të gjallin prej të vdekut, o me ju debbiru l'emr, kush e planifikon këtë çështje, kush e administron këtë çështje, çka ka në qiell dhe në tokë, fasekulun Allah, ata kanë me thonë Allahu, tha Allah, fakul, afala tattaqun, thuaj, a nuk po meditoni pa? Kur ta pohojnë se kjo është e drejta e Allahut dhe këto vepra i ban Allahut, ti ta thuaj atyre, a nuk friksoheni? A nuk keni frikë Allahut subhanahu wa taala që me adhurimet tuaja të adhuroni dikant tjetër pas Allahut subhanahu wa taala? Kjo kategori e tauhidit, tauhidi rububia, njësimi i Allahut në qenien e Allahut dhe në veprat e Allahut subhanahu wa taala. Këtë lloj të tauhidit e kanë besu mushrikët tek të cilët erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me ajetin e fundit që e ceka dhe ajetet e shumta në Kur'an thot Allahu: "Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim." Në qoftë se ti i pyet kush i ka kriju qiejt edhe tokën, ata kanë me thonë, ata me të vërtet kanë me thonë, me të vërtet i ka kriju i plot fuqishmi dhe i dishmi Allah subhanahu wa taala.
Kanë me e pyet pejgamberin sa, me e pyet Abu Jahlin, me e pyet Utbah ibn Rabi'an, me e pyet mushrikët e kohës së vet, se kush i ka kriju qiellin dhe tokën, kanë më thonë Allahu subhanahu wa taala. Do më thonë, këtë lloj të tauhidit, ata e kanë besuar, nuk e kanë mohuar. Edhe pse ky lloj tauhidit është bot tematik e kohës tonë. Është bot tematik e kohës tonë, se njerëzit mjafton me ata, po unë e besoj Allahun. Unë e besoj ekzistimin e krijuesit. Pastaj pyetja e fetaris, a ki fetaria, a s'ki fetaria, këtë çështje tjetër. Mirë, po unë Allahun e besoj. Këtë lloj të besimit e ka pas edhe Abu Jahli. Megjithatë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka luftu. Për çka? Edhe ky lloj tauhidi s'ka qenë i mjaftueshëm që ata të shpëtojnë, për shkak se ata kanë pas defekt të një tauhid, të një lloj tjetër të tauhidit. Ajo është tauhidi uluhia. Çka do të thonë tauhidi uluhia? Tauhidi i dytë. Do të thonë njësimi i Allahut me veprat tona. Njësimi i Allahut me veprat tona. E tauhidi uluhia domosdoshmërisht ngarthehet, kuptohet prej tauhidit rububia. Allahu çdo herë kur i ka fol mushrikëve dhe jo besimtarëve në kohën e pejgamberit në Kur'an për tauhidin uluhia, i është argumentuar me tauhidin rububia. Kush e krijoi qiellin? Allahu. Tokën? Allahu. Ndorë dhe këna anë sundimi i shikimit dhe dëgjimit tuaj, ndorë në Allah. Kush e nxjerr të gjallën për të vdekurit për të gjallit? Allahu. I vdekurit për të gjallit për të vdekurit. Kush e nxjerr zogin e vogël prej vojës? Allahu. E kush e bën që prej pulës pastaj më dal një vezë? Allahu. Kjo është prej të gjallit të vdekurit për të vdekurit të gjallit. Dhe është rasti kur nana e lind fëmijën. Nana e lind fëmijën, nana është e gjallë dhe lind, ka mundësi me lind fëmijën të vdekur. Dhe ka mundësi nana me vdek fëmija me gjallë. Këta kush e bën? Allahu. Dhe Allahu shumë herë në ajete kuranore ju fol në këtë tematikë. Kush është sunduesi supremi këtë këtyre çështjeve? Allahu. E tash Allah thotë, e po mos i besoni që Allahu është i ka këto cilësi. Allahu etiketohet me këto cilësi, emërtohet me këto emra. Pse jo po adhuroni dikant tjetër posa Allahut subhanahu wa taala? Çdo herë me tauhidin rububia, Allahu ka argumentuar për tauhidin uluhia. Tauhidi uluhia do të thonë njësimi i Allahut me veprat tona. Veprat që na i bëjmë, ti bëjmë vetëm për Allahun dhe mos ti bëjna shirk Allahut subhanahu wa taala në diçka prej asaj që meriton Allahu xhela xhelaluhu. فالمستحق للعباده هو الله سبحانه وتعالى. Pse? Për shkak se ai i cili meriton adhurimin është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Pse është Allahu meritues i adhurimeve tona? Për shkak tauhidit rububia. Për shkak tauhidit rububia, se Allahu na ka kriju, Allahu na furnizon, Allahu na organizon jetën tonë, Allahu na jep jetë, Allahu na merr jetën. Dhe për shkak këtij realiteti na duhet që adhurimet tona dhe zemrën tonë ta lidhim vetëm me Allahun subhanahu wa taala. Pra ai i cili meriton adhurimin i vetmi është Allahu subhanahu wa taala. Adhurimi kur përgjithësohet tek fjalët e dietarëve është janë për qëllim dy gjëra, të lidhura pothuajse të pandara mes vete. E para at-ta'abbudu bi ma'na at-tadhalluli. Ta'abbud është adhurimi. Mirë po në kuptimin nënshtrimi dhe përulja para Allahut subhanahu wa taala. E kjo bëhet me veprimin e urdhave dhe me largimin prej ndalesave. E dyta, el muta'abbadu bihi. Ajo me të cilën na i përulemi Allahut. Pra përulja në veti është adhurim, dhe ajo me të cilën na i përulemi Allahut subhanahu wa taala janë veprat. Thotë Sheikhul Islam ibn Taymi, Allahu e shiroftë, adhurimi do të thonë është një fjalë gjithëpërfshirëse të gjitha sendeve që i don Allahu dhe është i kënaqur me ta prej fjalëve dhe veprave të jashtme dhe të brendshme. Pra adhurim do të thonë gjithçka.
që e donë Allahu dhe është i kënaqur me ta, prej fjalëve dhe veprave të jashtme apo të brendshme, kjo quhet adhurim. Sikur namazi, sikur zakati, sikur mbështetja tek Allahu, sikur dashuria e Allahut, sikur me shpesu tek Allahu, sikur sejdja, sikur leximi i Kuranit, edhe vepra të shumta që i lën Allahu. Këto që i ceka, disa janë të jashtme që shifen, disa janë vepra të zemrës që nuk shifen, mirë po të gjitha i don Allahu dhe është i kënaqur me to Allahu subhanahu wa taala. Tha Allahu në Kur'an: La taj'al ma Allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhdhula. Mos e adhuro dikant tjetër, mos adhuron një të adhuruar tjetër me Allahun, e që të bish në kategori të nënçmimit edhe përuljes. Tha Allahu: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. I lavdruar dhe falënderimi i takon Allahut, Zotit të botrave. Fa huwa al-ilahu li'annahu Rabbul Alamin. Allahu është i adhuruari. Pse? Pra Allahu është ai që e meriton i vetmi adhurimin. Pse? Për shkak se ai është Zoti i botrave. Për shkak se ai është krijuesi i botrave. Për shkak se ai është furnizuesi i botrave. Çka është Alamin? Rabbil Alamin. Thot Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala në librin Tre Parimet, Rabbil Alamin, Alamin do të thonë gjithçka pas Allahut. Gjithçka pas Allahut është Alamin. E krejt këto i ka kriju Allah subhanahu wa taala për shkak të realiteti. Allah është i vetmi i cili e meriton adhurimin. Tha Allahu subhanahu wa taala: Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Në surën Baqara ajeti 21. O ju njerëz, adhurojeni Zotin tuaj i cili ju ka kriju juve dhe ata që ishin para juve. Kanë me adhuru atë i cili ju ka kriju juve dhe ata që ishin para juve. Fal munfaridu bil khalqi huwa al mustahiqu lil ibada. Ai i cili është i vetmi krijuesi, ai është i vetmi që meriton të adhurohet dhe nuk meriton adhurimin dikush tjetër pos Allahut subhanahu wa taala. Dhe është prej mendje lehtësisë. Dhe është prej devijimit që njeriu ta merë për të adhuruar dikam prej krijesave. Është prej mendje lehtësisë që njeriu të shkon dhe ta lut dikan që është i vdekur në varr, dhe të kërkon prej tij shërim, dhe të kërkon prej tij rrugdalje të problemeve të mundshme që i ndodhin në këtë jetë. Kurse ky njeri që është në varr, ky i vdekuri, ai ka nevojë për dua tua, për shkak se ai nuk zotron as dam as dobi. Ai as dam edhe as dobi mo nuk i ban as vetës vet. E mo let dikuj tjetër. Megjithatë njerëzit mashtrohen. Dhe kanë ra në këtë tematik, pra me i bo shirk Allahut në adhurim, me shku në për vareza, me shku në për tyrbe, edhe kështu me radhë, edhe me kërku prej dikuj tjetër pas Allahut subhanahu wa taala, kurse i vdekuri që është në varr, ai ka nevojë për duat e këtij të gjallit. Duaja e këtij të gjallit ka mundësi mi bëhet mirë atij të vdekurit. Me lut që ka qenë për muslimanëve. Se ka prej të vdekurve që kanë vdekur, që kanë qenë dietar, shahida, evlija, njerëz të mirë musliman, dhe ignorantët, për shkak ignorancës kanë shku me adhuruar. Duaja që mund me bën një i gjallë në këtë dunja për atë të vdekur musliman, ka mundësi mi bë duaja do bjell të vdekurit. Mirë po, lutja të vdekurit, puna atina nuk të ban ditë kur të gja do bi. Pse? Se është kry puna ati. Ai nuk zotron as mirë, as keq, as për vetën e tij, as për njerëzit që janë gjallë. Fa hadha al-qasam kafara bihi wa jahadahu aktharu al-khalqi. Thënë dietar, dhe kjo kategori e tauhidit, këtë kategori të tauhidit e kanë mohuar dhe kanë bë kufër dhe shirk shumica e krijesave. Shumica e krijesave këto e kanë defekte. Deri në çfarë kategorie? Deri në atë kategori që do dalin pejgamber para Allahut, lejse ma'hu ahad. S'kan me pas me vete as ti pasus. Krejt popullata mushrik, jo besimtar. I ka mushrik Allah subhanahu wa taala. Deri në këtë kategori ka dhra. Deri në këtë kategori.
sa që ju kanë ardhur argumente të qarta nga ana e Allahut subhanahu wa taala, megjithatë nuk i kanë pranuar. Dhe kaptina e tretë apo lloji i tretë i tauhidit është tauhidi al-asma wa sifat. Tauhidi i emrave dhe cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë me e njësu Allahun me atë e cila është specifike prej emrave dhe cilësive të Allahut. Pra, me e besu se Allahu ka cilësi dhe se Allahu ka emra. Me e cilësu Allahun me atë të cilën Allahu e ka cilësu vetën e tij dhe me atë të cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka cilësu Allahun. Me e emërtu Allahun me ato emra të cilat Allahu e ka emërtu vetën e vetë dhe me e emërtu Allahun me ato emra të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka emërtu Allahun subhanahu wa taala. E kjo ngritet mbi dy shtylla shumë të rëndësishme. E para el-ithbat, me pohua. Gjithçka që ka ardhur në Kur'an apo në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na duhet t'i pohojmë prej emrave dhe cilësive. Allahu është mëshirues, kjo është cilësi. Me besu që Allahu është mëshirues. Allahu është falës, me besu që Allahu është falës. Allahu shikon, me besu, me pohu shikimin e Allahut, me pohu dëgjimin e Allahut, me pohu cilësitë e Allahut subhanallahu. Dhe e dyta, me i pohu emrat e Allahut. Allahu është basir, që shikon. Allahu është as-sami', që ndëgjon. Allahu është al-qawi, i plotfuqishëm. Allahu është al-alim, i gjithdijshëm. Edhe kështu më radh, prej emrave, inshallah, kjo tematikë do të bëjmë me përmena përmes të tematikat të librit Aqida al-Wasitiyya, që inshallah me lejen e Allahut pas këtij libri kemë më fol në atë libër. Pra me i pohue emrat dhe cilësitë e Allahut. Kjo është shtylla e parë. Shtylla e dytë, nafyul mumathala. Mos me i përgjasu me krijesat. Mos me i përgjasu me krijesat. وذلك بأن لا نجعل الله مثيلا في اسمائه وصفاته. E kjo, çysh është kjo? Me besu se nuk është askush sikur Allahu. Krejt emrat dhe cilësitë e Allahut i pohojmë, me këtë pohim besojmë se askush nuk është sikur Allahu subhanahu wa taala. Tha Allahu në Kur'an, "Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir." Askush nuk është sikur Allahu. Ai është as-sami', që dëgjon, o al-basir, edhe që shikon. Allahu subhanahu wa taala në një pjesë të ajetit e mohon që dikush të jetë sikur Allahu, në pjesën tjetër e pohon Allahu dëgjimin dhe shikimin për veten e tij. فدلت هذه الآية على أن جميع صفاته لا يماثله به أحد من المخلوقين. Thot, dhe ky ajet kuranor argumenton, dhe ky ajet dhe ajetet tjera argumentojnë se të gjitha cilësitë e Allahut subhanahu wa taala nuk janë të ngjashme me krijesat. Edhe në qoftë se ata janë të përbashkëta në esencën e saj, shikim, dëgjim, dorë, fuqi, pushtet, edhe kështu me radhë, nuk janë të ngjashme me Allahun subhanahu wa taala, për shkak se Allahu ka thënë "Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir", nuk është askush si Allahu, ai është që dëgjon dhe shikon. Dhe kjo kategori e tauhidit është kategorinë të cilën kanë devijuar shumë prej faksioneve që kanë dalë prej muslimanëve, prej Mu'tazilive dhe Ash'arive dhe Maturidive dhe faksionet tjera që i mohojnë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Disa i mohojnë të gjitha cilësitë, disa i mohojnë pjesërisht disa prej cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Obligim për neve është që na ta besojmë Allahun, ta cilësojmë Allahun me atë që Allah ka cilësuar vetën e tij dhe me atë që pejgamberi sa ka cilësuar Allahun, dhe ta emërtojmë Allahun me emrat që e ka emërtuar Allahu vetën e tij dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke mos i shtrembëru, duke mos i mohu, duke mos i përcaktu formë, edhe duke mos i ngjasu me krijesat. Kjo është rruga më e saktë, kjo është rruga e saktë e ehlisunetit në besimin e Allahun subhanahu wa taala. Elusim Allahun që Allah të na jap kuptim
të fesë. Elusim Allahun që Allahu të na ruan fen ton, na mëson ta kuptojmë tauhidin e rububie si duhet, për shkak se prej tauhidit rububie pastaj e kuptojmë se pse duhet të madhru vetëm Allahu subhanahu wa taala, ta kuptojmë se duhet tauhidin e me cilësive të Allahu subhanahu wa taala. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.